Dhe këtu nuk është në pyetje që ne si subjekte politike, si parti politike të korpusit shqiptar, a duhet me lishu pe, as duhet me lishu pe. Nëse flitet për aspekte parimore, në aspekt parimor, mendoj që duhet shumica parlamentare të udhëheqet komision për aspekte parimore, mi po për dallimet e vlerësimeve politike, mendoj që nuk është problemi shumë më i madh se kush do të jetë kryetari i komisionit dhe a do të jetë kryetari i komisionit i njëjtë apo i tjetrit blok politik në kuptimin e subjekteve politike shtash VMRO LSDM, për arsye se në aspektin funksional, atë që përshkruajnë rregullat e funksionimit të parlamentit, nuk është edhe pengesë ky që ajo që mund të aludohet se mund të bëhet pengesë puna e komisionit, por mbi gjitha, nuk e relativizoj, por mbi gjitha është kjo çështje e debatit dhe e përgjithësisë i takon dy partive politike që pretendojnë për atë post, se deri ku mund shkojnë për këtë çështje,